Vëllezërit Kristi Fation dhe Aleksandër Bushgjoka janë futur në izolim pas sherrit brenda kafazit në seancën gjyqësore me Petrit Çakri, incidenti i regjistruar gjatë seancës të së hënës 15 qershor. Gjatë seancës së radhës këtë të premte, ata kanë pretenduar se Petri Çakri i ka provokuar. Vëllezërit janë futur në izolim, pavarësisht se i kërkuan ndjes gjykatës dhe prokurorisë për incidentin. Burime për zëri bën me dije se gjatë zhvillimit të seancës dhe teksa ndodheshin në kafazin e xhamit, të pandehurit janë të përfshirë në një konflikt fizik me njëri tjetrin. Sipas të njëjtave burime, Petri Çakri është dhënuar nga të pandehurit e tjerë, pasi kishte nisur të jepte deklarime lidhur me ngjarjen për të cilën akuzohen. I pari që ka nisur konfliktin ishte Kristi Bushgjokaj dhe më pas janë përfshirë edhe dy vëllezërit e tjerë. Ndërkohë gjykata ka konfirmuar masën e sigurimit, arrest me burg për të pandehurit, të cilët akuzohen për rrëmbimin dhe vrasjen e të riut Renis Dobra në zonën e Matit më 8 korrik të vitit 2025.